Kam gjithë kënaqësinë që në këtë ditë të mirëpresim miqt nga IDEA, nga veçanërisht edhe nga Transparency International, si dhe nga organizata GONG nga Kroacia, por edhe miqt të tjerë si nga organizata për sundim të ligjit në Finland, përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe të organizatave të tjera të cilat të shoqërisë civile, të cilat në një mënyrë ose në tjetër janë të angazhuar me çështjet e financimit të partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Sikurse shumica prej jush tashmë jeni në dieni, vetëm para pak ditësh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lançoi platformën e raportimeve, platformën elektronike të raportimeve financiare për partitë politike, një projekt ky i cili është i realizuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, si dhe mbështetjen e Këshillit të Evropës, dhe nuk është e tepër që gjej rastin edhe një herë për t'i falenderuar si delegacioni i Bashkimit Evropian këtu në Tiranë, po ashtu dhe zyrën e Këshillit të Evropës këtu në Tiranë për mbështetjen që i kanë dhënë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për realizimin e këtij projekti, por në përgjithësi edhe gjithë mbështetjen që i kanë dhënë të vazhdojnë të japin këtij institucioni për projekte të ndryshme dhe jo vetëm ato të cilat janë në kuadër të përgatitjes së zgjedhjeve të 14 majit këtij viti. Është e qartë që kjo platformë nuk ka synuar që të zgjidhë dhe nuk synon absolutisht që të zgjidhë të gjitha problematikat që lidhen me financimin e partive politike dhe të fushatave, por kemi synuar që nëpërmjet këtij sistemi dhe këtij mekanizmi të sigurojmë më së pari një standard unifikuar të raportimeve financiare nga partitë politike, si për financimet e tyre vjetore, ashtu dhe për financimet gjatë fushatave zgjedhore. Nga ana tjetër, kemi menduar dhe besojmë që ky sistem është një mekanizm shumë i mirë për të rritur transparencën në lidhje me sa para partitë politike, si në rastin e aktivitetit tyre vjetor, ashtu dhe gjatë fushatave elektorale, marrin dhe shpenzojnë të paktën për sa ato deklarojnë. Dhe bazohen në këto të dhëna të cilat do të grumbullohen nëpërmjet këtij sistemi. Më së pari Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë një mundësi më të mirë për të bërë verifikime më të thelluara në përputhje me ato parashikimet e kodit zgjedhor mbi paratë e shpenzuara nga partitë politike dhe nga subjektet zgjedhor. Natyrisht ky sistem është një mundësi shumë e mirë edhe për të tretë të tjerë, jo vetëm përdorues ose detyrues përdorues të këtij sistemi, e kam fjalën veçanërisht për shoqërinë civile, media, po dhe të tjerë, për të marrë informacione dhe për të nxjerrë konkluzione e për të bërë vlerësime në lidhje me çfarë përmbajnë të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtij sistemi. Është e qartë që ne jemi vetëm në fillim të përdorimit të këtij sistemi dhe natyrisht që askush prej të gjithë përdoruesve akoma nuk është familiarizuar plotësisht me këtë sistem, por të paktën qoftë edhe formalisht nga pikpamja e asaj çfarë kishim objektiv, ne mendoj që e kemi realizuar. Qëllimi dhe i partnerëve tanë Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian ishte që këtë projekt ta kishim gati për zgjedhjet e 14 majit të këtij viti dhe raportimi i subjekteve zgjedhor mbi financat e kësaj fushate të bëhet nëpërmjet kësaj platforme. Edhe sikurse e thash, ky nuk është një proces kaq i thjeshtë, të gjithë ne kemi nevojë që të familiarizohemi mbi përdorimin e këtij sistemi. Jemi duke e bërë në fakt këtë. Besoj që
tani, por më së shumti edhe në të ardhmen, bashkëpunëtor apo partnerët Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, veçanërisht besoj veç mas Këshillit të Evropës që po se po, por dhe ideja me ekspertizën e saj apo Qendra për Sundim të Ligjit në Finland mund t'i bashkëngjiten projekteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për konsolidimin e këtij sistemi, për zhvillimin e programeve të trajnimit përdoruesve të ndryshëm të këtij sistemi, duke filluar nga financuesit, nga financierët e partive politike apo personave përgjegjës që merren me raportimin e financave prej partive politike apo dhe subjekteve zgjedhore, monitoruesve, audituesve, stafit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po pse jo edhe të organizatave shoqërisë civile, mbi mënyrën se si ato mund ta përdorin në mënyrë më eficiente për qëllimet dhe interesat e tyre. Ndaj do dua të them që në fakt nuk është pika e fundit e lidhur me këtë projekt, pra thjesht dhe vetëm finalizimi i këtij projekti nga pikpamja teknike, por është pika e fillimit të këtij projekti, pasi nuk do të kishte asnjë lloj kuptimi nëse ky sistem nuk do të përdoret dhe nuk do të funksionojë ashtu sikurse ka qenë qëllimi i yni si KQZ në radhë parë, po edhe i partnerëve tanë të cilët mbështeten KQZ në realizimin e këtij projekti. Ndaj janë mëse të mirëpritur të gjithë ata të cilët kanë interesin të mbështesin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, organizata ndërkombëtare apo dhe vendase, me qëllim që ky sistem të jetë solid nga çdo pikpamje dhe në vitin që vjen dhe në zgjedhjet që vijnë të jetë vetmja mënyrë nëpërmjet të cilës do të raportohet për financat e partive politike dhe të subjekteve zgjedhore. Nuk shoh një arsye më shumë për tu zgjatur në këtë fjalën time përshëndetse. Edhe një herë dua të rikonfirmoj që te gjithë problematikave që kemi ne si shoqëri dhe si sistem politik në lidhje me financimin e partive politike apo të proceseve zgjedhore, rikonfirmoj gjithë gatishmërinë dhe angazhimin dhe seriozitetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta qasur këtë çështje në përputhje të plot me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor dhe për të mos patur droje për të sjellë në vëmendje raste kur parti politike apo subjekte të ndryshëm kanë problematika në lidhje me financimin. E di shumë mirë dhe besoj dhe ju e dini shumë mirë që nuk besoj që do të jetë kaq e thjeshtë dhe do të ketë kaq transparencë dhe mundësi për të bërë publike çdo abuzim, por mendoj që do të jetë diçka ndryshe nga herët e tjera. Edhe në fakt duhet ta them që tej gjithë retorikës së ngarkuar politike që shoqëron fushatën zgjedhore, paktën në gjykimin tim, po mund të jemi gabuar, duket që ka një lloj kujdesi të paktën formalisht për të përpjekur për të respektuar këto rregulla, por është e qartë që as unë dhe as të gjithë ju këtu nuk keni iluzionin që kemi të bëjmë me shenjtë kur vjen puna tek paratë që kërkojmë të marrin dhe t'i përdorin veçanërisht partitë politike. Dhe kjo nuk është një gjë që ndodh vetëm këtu në Shqipëri, po kudo në botë ku ka zgjedhje, ku ka parti politike. Por me siguri që ne si institucion, por edhe shoqëria civile, mund të bëjmë më shumë, më së paku për t'i bërë të përmbajtura partitë politike dhe subjektet zgjedhore që të mos demonstrojnë ndonjëherë në mënyrë arrogante
fuqinë e tyre dhe interesin e tyre për të shpenzuar para pa limit në fushatën zgjedhore. Faleminderit.